Hipokrizia të çon në dënim të dhëmshëm. Në ajetin 10 të surës Bekare, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Në zemrat e tyre ka sëmundje dhe Allahu u ashtoi sëmundjen. Dhe ata do të kenë një dënim të dhëmshëm për shkak se gënjeni. Ky ajet flet për hipokritët, njerëz që shfaqen si besimtar nga jashtë, por në brendësi nuk besojnë. Sëmundja që përmendet në këtë ajet nuk është fizike, por ajo është dyshimi në fe, hipokrizia, urrëtia ndaj së vërtetës dhe dashuria për mashtrim dhe për interesa personale. Kur njeriu vazhdon në këtë gjendje dhe nuk pendohet, Allahu e lë në atë gjendje dhe ajo shtohet, sepse ai vetë zgjedh të qëndrojë në atë gjendje pra. Sëmundjet shpirtërore janë më të rrezikshme se ato fizike. Zemra mund të sëmurret me gënjeshtër, hipokrizi, arrogancë dhe ajo e largon njeriu nga e vërteta. Gënjeshtra është shkak i devijimit. Ajeti përfundon me thënien për shkak se gënjenin. Pra gënjeshtra nuk është vetëm mëkat moral, ajo shkatron besimin dhe karakterin. Mëkati i vazhdueshëm e errëson zemrën. Sa më shumë që njeriu të refuzojë të vërtetën dhe të justifikojë gabimet, aq më shumë zemra bëhet e verbër për të vërtetën. Dënimi është pasojë e zgjedhjes së njeriu. Allahu nuk bën padrejti. Njerëzit e zgjedhin vetë gënjeshtën dhe si pasojë devijimi i tyre shtohet. Ky ajet është shumë aktual edhe sot. Shpesh shohim njerëz që flasin për moral dhe drejtësi, por veprojnë ndryshe në praktik. Në kohën tonë, lajmet e rreme, propaganda dhe mashtrimet për interesa personale janë forma të kësaj sëmundjeje. Shumë njerëz e dinë të vërtetën, por e mohojnë për interes. Kjo i çon gradualisht në një gjendje ku nuk e dallojnë më të vërtetën nga e pavërteta. Kur njeriu vazhdon në mëkat, nuk ndjen më pendim dhe nuk ndikohet nga këshillat. Kjo është pikërisht shtimi i sëmundjes. Ky ajet na thot: ruaje zemrën tënde nga hipokrizia dhe gënjeshtra. Je i sinqert me Allahun dhe me veten. Pendohu menjëherë kur gabon, para se zemra të ngurcohet.